me debat me kryeministin që kërkon opozita? Mendoj që duhet të merrni dhe ta lexoni procedurbalin e mbledhjes, edhe pse jam informuar që le të themi diskutimet janë bërë publike. Dua të garantoj që majoranca në kuvend është e gatshme të pranojë dhe miratojë çdo kërkesë që vjen nga opozita, bazuar në ato mekanizma parlamentar që i njihen kuvendit, i njihen një deputeti, një grupi deputetësh apo një grupi parlamentar, qoftë seancë pyetje, qoftë interpelancë urgjente, mocion me debat apo dhe mocion vot besimi nëse dua, por ajo duhet jetë në përputhje me rregulloren e kuvendit. Rregullora e kuvendit përcakton që mocioni me debat thirret për një çështje të veçantë. Dhe jemi gjendur para një kërkese që kishte 6 grup çështjesh. Kërkohej të kishte një mocion me debat për procesin qeverisës të 12 viteve të fundit. Kërkohej që të kishte një mocion debat për programin qeverisës të periudhës në vijim. Dhe pastaj dhe një 4 çështje të tjera të cilat i kam enumeruar dhe nuk po ju marr kohën tuaj. Dhe i kam kërkuar kolegëve të opozitës, në një moment saktuar na u tha që jo, duam një debat për integrimin. Patjetër tash bjerë një kërkesën për një debat për çështjet e integrimit, për cilin nga këto çështje e doni, sepse edhe aty ka kapituj, grup kapituj. Shumë shpejt do na bjerë radha të kemi një debat për progres raportin, sepse jemi pothuajse kemi hyrë në tetor, dhe i kam kërkuar që ta sillin në përputhje me rregullore. Është një përpjekje që nga seanca e parë, edhe nga kryetari i kuvendit, i cili drejton punët e kuvendit, por dhe nga Nesi Shumic, që në këtë fillim legjislature të ndahemi nga eksperiencat e vjetra të shumë vjeçare të kuvendit dhe ta fusim punën e kuvendit në hulli institucional. Unë shpresoj që deri ditën e njëjtë, datë 9 tetor, kur do të jetë seanca, kolegët deputetë të opozitës ta kenë riformuluar kërkesën, paktën kjo ka qenë kërkesa ime e fundit, sillin kërkesën në përputhje me nenin 98 të rregullores dhe ne do t'ua miratojmë.